dashur miq, mirë se erdhët. Jemi ritakuar si çdo ditë tjetër në të njëjtën orë, në të njëjtin ekran, në të njëjtën kuzhinë, me të njëjtët njerëz. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes e dashur. Si e sot Kat? Jam shumë mirë, jemi mirë sepse të dashur Anvisa, në rast të parë ju uroj një ditë bukur dhe ju ftoj këtu te këmbë Joni Gatimi sepse sot do të bëjmë baklava të cilën neve e bëjmë të shpejt, sepse e bëjmë me petë të gatshme. Por ju garantoj që edhe pse me petë të gatshme bëhet një baklava që t'ju them, domethënë kaq i mirë, vetëm ka ca sekrete, domethënë mënyrën se si do të përgatitet kjo është, por që dhe çfarë do ta duhet për këtë. Le t'i themi edhe përbërësit me një herë, sepse nuk është se do fillojmë me baklavan, do fillojmë me një gatim tjetër, por e themi. Pra do të kemi një pako peta, të cilat janë 1 kilogramshme. Domethënë për një pako peta 1 kilogramsh do të na duhet ara rreth 650, 600, 700 deri atje, domethënë arat nuk i bëjnë dëm. Gjithashtu, edhe gjalpi aty do të jetë 600 dhe plus një, si thua, gjysmë ose një filxhan të kafes vaj të zakonshëm, një vaj të zakonshëm. E hedhim këtë që gjalpi të mos të ngri në momentin kur e lëm, se baklavaja ajo është lezeti saj kur qëndron, edhe atëre themi ne bëhet akoma më shkrifët, më mirë dhe më shishme. Pra këto janë gjalpi, petët dhe arat, këto janë kryesoret. Gjithashtu 1 kilogram sheqer dhe 700 ml ujë. Një fetë, me thënë, unë hedh faktikisht një limon të prerë në mes dhe vendos brenda, sipas dëshirës mund të shoni dhe në një shkop kanell. Për shërbetin kjo. Për shërbetin, po. Këto janë përbërësit me pak përbërës, por me shumë shije dhe shumë shpejt për të përgatitur. Doja të tregoj me njerë sa të fillojmë dhe të përfundojmë këtë recetë për ta vendosur në furrë dhe do t'i japim rëndësi pastaj baklavas për t'ua treguar. Dhe receta që kemi nisur, cila është? Receta që kemi nisur këtu kemi mish të cilën mund të përzgjidhni, mish vishi, mish deri, çfarë t'ju pëlqej juve. Këtë e lënë dëshiron tuaj, por mënyra e përgatitjes është e njëjtë. Që do të thotë, racionet e mishit i presim kështu në kubik, do me thënë mesatar, as të vegjël, as të mëdhaja, dhe pasi i bëjmë një kavërdisje të mirë nga të gjitha anët, prandaj dhe unë e kam bërë, do me thënë, e kam para pregatit këtë recet, do ju them edhe përbërësit. Më mbrapa e shuajmë me verë. E lëm të avulloj alkooli, dhe me njerë këtu, sepse kjo recet fillon këtu dhe përfundon pastaj në furrë, prandaj thash që do ta nisë recetën. E lëm të avulloj alkooli dhe me njerë sa avullon në alkooli, do të shtojmë këtu brënda, këtu kam hudra, thelpinj hudrë, për masë 5-6 thelpinj hudrë faktikisht janë shumë mirë. Kam vendosur edhe lule karafili. Nëse ju ndodhet mirë, nëse jo mund të ishte një maj. Sa bukur i pas ke vënë, o ka ati ashtu ato? Që të mos në humbasin brënda të kërë dhe të kërkojmë karafilat. Ja një sekret, nxjerrim karafili dhe hudrat pastaj. Ashtu, që ti kemi aty brënda. Avulloj alkooli, është shumë e domosdoshme kjo mënyrë, do me thënë që të avulloj alkoolin. Mos hidhni asnjëherë asnjë gjë brenda, sepse nëse e hidhni, ajo hidhërohet. Do me thënë gjella, nuk merr atë shijen e dur. Duam të avulloj alkooli edhe pastaj të vazhdojmë të hedhim produktet e tjera. Që do të thotë, hedhim këto hudrat me lulet e karafilit. Do të shtoj këtu edhe bahar, filloj me erzat faktikisht. Bahar kemi thënë edhe herë tjetër. Ja po e lë këtu që ti shikoni. Me të nështë ndryshe nga piperi. Të janë kokra të mëdhaja, s'ka nevoj, i hedhim ashtu, 3-4 kokra bahar. E kam thënë dhe herë tjetër që bahari është ajo shia ndërmjet se karafilit edhe kanelës, por gjithsesi edhe pse do shtojmë kanel dhe karafil, i hedhim sepse sigurisht që jep edhe një tjetër aromë. Do t'i shtojmë edhe një shkop kanel. Do shtoj këtu tani këto kam qep, unë kam zgjedhur këto qepët të vogla të cilat i kam prerë kështu në mes, kam edhe specë të kuq, po përveç specit të kuq kam vendosur dhe një specë djegës, që nuk është shumë djegës, do me thënë ato specat që e kanë, do me thënë ato djegjen minimale, jo maksimale si ato specat e vogla. Tani thjesht këtu duam që të na zbuten, sa të na zbuten këto, më mbrapa do të shtojmë kumbullat e thata, kemi kumbullat të thata, do të shtojmë lëngun e portokallit, madje nëse keni dëshirë mund të shtoni dhe cip portokalli sepse vërtet jep një tjetër aromë edhe shije, është siç e shikoni, është një gatim festiv që mund ta shoqëroni me pilaf
ose mund ta shoqëroni akoma edhe me bollgur, ata që kanë qef dhe dëshirë domethënë të shijojnë edhe bollgurin. Pra me të dyja sigurisht që shoqërohet edhe me perime qoftë të ziera, edhe me pure patate. Pra është një gatim që ka shumë ushmëri domethënë në shoqëruese. Për të shoqëruar si pjatë, po. Dhe një lug mjalt që do ta shtojmë atë do me thënë, duke qenë se kemi edhe verën, edhe kumbullat, edhe mjaltin, i bie që do të kemi një shije majoshe, ai mishi që bëhet vjen paksa jo ëmbël, pra në shoqëruar me përbërësit e tjerë, aromën e kanellës, kështu që do të kemi një pjatë vërtet interesante, e cila mund shijoj fare mirë edhe për ditët tuaja të festave. Përbërësit që ne kemi sot të pjesë të këndit tonë të gatimit, të cilët pas pak do t'i shohim së bashku edhe në recet, mund t'i gjeni në të gjitha pikat e dyqaneve në Ranzi. Dhe po e them këtë që në fillim, duke qenë se Kati her pas here bën edhe ato shpjegimet e nevojshme të erzave më specifike, që ndoshta shpesh na pyet jo vetëm se çfarë janë, por edhe ku mund t'i gjejmë, ne po ju themi që gjithçka i gjejmë pikërisht tek dyqanet në Ranzi, i cili quhet pa diskutim për një gamë të gjerë të produkteve, që nga frutat e thata, që nga erzat, vaj i uririt i shkëlqyer, por edhe produkte të tjera të larmishme, pra le të themi gjithçka që ju duhet në shtëpinë tuaj, e gjeni tek dyqanet në Ranzi. Morëm mjaltin, edhe mjaltin, që kemi të varianteve të ndryshme. Edhe këtë tek kompania në Ranzi, po i njëjta gjë, domethënë është mjaltin e luleve tani? E përdorim zakonisht. Kështu që edhe mjaltin do ta hedh pak më vonë faktikisht, le të hedh këto përbërësit e tjerë, edhe pastaj të hedh. Erdhi momenti kumbullave? Po, do të hedhim kumbullat. Hedhim këto. Kombinim interesant, po më duket. Mish, qep, speca, erza, kanel, kumbullat të thata, portokall. Tani do të marrë të hedhë sipën e portokallit, edhe do të hedhë, le të marrin këto më mirë, që të më pandjej. Dhe dihet, kur kemi këto portokalle të freskëta, duhet kemi parasysh, sepse ka dhe portokalle që janë në treg dhe janë me qiri nga jashtë. Kështu që ato nuk bëjnë. Ju do gjeni portokalle të cilat janë të freskëta. Ndihet në dorë, apo jo? Po. Kjo me njëherë, më thënë sa fillon që i bëjmë të gridjen kështu, ndihet aroma, ndërsa jo rëshket nuk të lejon të, dhe nuk lejon, do me thënë që të bëhet në qartë. Kjo gridja kështu, kështu që ndihet edhe kuptohet me njëherë. Unë për masën që kam, do të hedhë, si të thuash, lëkurën e një portokalleje, do të shtoj edhe lëngun e portokalles. Të dyja së bashku. Dhe kam goxhat të madhe portokalle, kështu që s'ka nevojë për më tepër lëngje. Kështu që nuk do ketë nevojë për ujë, apo do edhe pak ujë? Do edhe ujë, okej. Mirë, ndërkohë që shtojmë lëngun e portokallit, le të lexojmë së bashku në ekran recetat. Çfarë po sjellim sot? Cilat janë recetat? Cilët janë përbërësit? Le të shohim së bashku, mbajmë shënim, bëjmë një foto me telefon dhe ruajeni aty në arkivën e recetave tuaja. E kemi nisur këtë ditë të mërkur me mish me speca dhe kumbulla të thata. Përbërësit janë 1 kilogram mish i prerë në kubik, pra mund të jetë mish deri, mund të jetë mish viçi, sipas të dëshirës tuaj. Përbërësit e tjerë janë të njëjtë në çfarëdo lloj varianti të mishit që do ta gatuani këtë recetë. Pra janë 2 qep, 4 speca të kuq, 5 telpinj hudhër, 1 gotë verë, lëngu i 2 kokrave portokall, ne 1 kemi shtuar sepse e kishim pak të madh portokallin. 2 lugë gjelle mjalt, 1 shkop kanell, 2 lule karafili, 3 kantër kokra bahar, 1 lugë gjelle mix erza, ose 1 koncentrat pule, vaj, krip, piper dhe 2 fixhan çaj oriz ose bullgur. Kjo do të jetë për ta shoqëruar apo jo? Po. Pra nuk do të shtohet në gatim, mund të jetë shoqërues i mishit. Bëhet më vete dhe pastaj shoqërojmë me këtë pilafin. Le ta shohim edhe baklavan, sepse ne kemi nisur festën, kështu që jemi duke filluar me recetat e festave të fundvitit. Baklavan mund ta përgatisni edhe më herët, po pse jo edhe mund ta testoni nëse keni bërë ndonjëherë që ta dini që për festat do t'ju dalë e mirë, sepse nuk është se ka ndonjë kosto të madhe. Edhe ndër të tjera, Kati do të na sjellë një mënyrë të shpejtë që nuk do t'ju duhet të shpenzoni shumë kohë në kuzhinë. Me këto përbërës, 1 kilogram petë të gatshme, 650 gram gjalp, gjysmë fixhani çaj me vaj, 600 gram ara të krira, 2 lugë gjelle sheqer,
Aq na duhet për të arrat, okej. Ndërsa pjesa tjetër e përbërësve është për të përgatitur shërbetin me 1 kg sheqer, 700 ml ujë dhe lëngu i 1 limoni. Pra, ne sot do të përgatisim baklavan, të cilën e kemi prezentuar dhe herë të tjera këtë paketimin e petëve që është i rëndë, është 1 kg. Dhe është ideal për të përgatitur baklavan, sepse e dim që baklavaja do shumë petë, kështu që për më tepër që janë si petët e bëra vetë në shtëpi, janë të buta, janë të shkrifta, janë plot shije, ne do të realizojmë dhe ju do të shikoni edhe se si do të na dalë sot në studio. Kati, do kalojmë te baklavaja, ç'do bëjmë apo do duhet të qëndrojmë? Jo, sepse këtë do filloj unë do ta vendos në furrë dhe pastaj më njëherë do kalojmë te baklavaja. Okej, atëherë shtuam lëngun e portokallit edhe cipën e portokallit, gjatë kohës që po shikonim receta. Domethënë këtë kemi bërë. Dhe tani thash, aty kemi një koncentrat pule ose një lug mikserzash dhe ky i jep domethënë shije jashtëzakonisht të mirë. Kështu që përdorni juve atë që juve ju ndodhet në shtëpi. Neve këtë kemi për momentin, do të shtojmë këtë. Kështu që e kemi dhe e kemi shumë të mirë. Madje është një ndër ato mikset e erëzave që ne e mbarojmë shpesh. Kemi hedhur shumë pak, dhe duhet kemi kujdes për punën e kripës sepse kjo përmban dhe krip. Kështu që unë fillimisht kam shtuar vetëm pak krip. Edhim me këtë, këtu kemi ujë të ngrohtë. Do të edhim ujë në mas. Na bëhet një salcë e lidhur. Do të marri pak val. Me 2 val edhe pastaj do ta kemi për ta vendosur në furrë. Tani është momenti që të shtojmë edhe mjaltin. Okej, pra tani duhet shtuar mjalti në fund. Shtojmë edhe mjaltin. Bëhet një salcë e lidhur, një salcë shumë e shijshme, do treten qepët, specat edhe këto siç e shikoni kemi zgjedhur edhe specën e kuqe që është specë e ëmbël. Me thënë edhe kemi një shije si thuash atë që tham majoshe, por që të jep një shije karakteristike dhe të ofron tani në këto ditët festive. Kemi shtuar edhe mjaltin. Një lugë është e mjaftueshme, se e hodhëm edhe plot, dhe për masën që kemi neve është mjaftueshëm. Sa të marri një val, do ta kthejmë në një tavë. Çfarë do lloj tave që të kemi? Dhe do ta kalojmë në furrë. Sa do qëndrojë në furrë? Tani në furrë faktikisht kjo do qëndrojë. Mirë është që të bëhet në temperaturë të ulët, gjithmonë themi, temperatura e ulët e nxjerr gjithmonë gjellën sa më të shijshme dhe më të mirë. Ruan vlerat ushqimore, ruan ato lëngjet që neve hedhim brenda, që të jenë kaq të shijshme pastaj për të shoqëruar orizin, bollgurin, si thua, pure, e gjëra të tjera që neve duam të bëjmë. Le ta mbajmë këtu tavën dhe ta afrojmë atë. Ja, si mori një pak val. E kemi gati tani për ta kthyer. I lam kohë edhe mjaltit që të shkri. Të marr një lugë që ta. Dhe tani do ta kalojmë në tavë. Më pas në furrë dhe do merremi me baklavan. Trumëz i shkoka shumë prap. I shkon. Nëse s'keni domethënë këto gjëra tjera mund të shtoni trumëz ose një majës rigon ose edhe rozmarina. Edhe rozmarina? Edhe rozmarina i shkon, po. Mendova që rozmarina ishte mikeshe mishit të pulës. Është e mishit të pulës, por edhe në këtë lloj gatimi shkon. Kur kemi këto shijet majoshe, shkon. Okej, shumë mirë. Atëherë, e vendosim në tavë. E mirë duket shumë. Bëhet shumë e mirë dhe tash që e bëjmë që të na ngelet me këto lëngje që neve hodhëm. Edhe gjatë zjerjes do treten. Po. Dhe do të kemi një shije shumë të mirë. E vërtet. Ta hedhim kështu tani. Edhe cipa e portokallit. Gjitha aromat ndihen në fakt, janë kombinuar shumë mirë me njëra tjetrën. Kanela gjithashtu. Po, bëhet një gatim jashtëzakonisht i mirë. Shumë i mirë. Dhe thjeshtë, se nuk është se do shumë punë. Jo, shumë e thjeshtë, madje. Pra një kavardisje të gjithave, pak më shumë kohë mishi, i pari në tigan, dhe pastaj të tjerat një nga një, i lëmë edhe pak minuta dhe pjesën tjetër të gatimit. Edhe bukur ngjason edhe kështu. Po, se është me ngjyra. Ja të na i bëjmë një fokusim ani këtu. Ta shikoj edhe një. Të fundit e ta mbulojmë pastaj dhe ta vendosim në furrë. Okej. Sa të na e bëj gati.
Dhe ju hapim kështu edhe oreksin nga shtëpia. Tani këto, o do keni një tavë me kapak, o do keni këto letra që i gjeni të kompania në Ranzi edhe këto aty i gjeni çdo gjë. Që tani për festa na duhet, në fakt, kështu që mirë është ta furnizojmë shtëpit edhe me këto letrat e gatimit, sepse do e përdorim furrën më shumë se ç'duhet, do të kemi pjekje, do kemi tava, kështu që duhet i kemi në shtëpi. E lagim pak, edhe këtë e vendosim kështu, brenda. Që të krijoj atë vakumin që do t'i duhet. Dhe letër pastaj alumini është pjesa e jashtme. Dhe kështu kemi krijuar një kapak. Një tenxhere presioni. Po. Bukur. Edhe tani temperatura 180 gradë, edhe do ta lëni të paktën të qëndroj 40 minuta. Ndoshta edhe më shumë. Sepse tham që dhe racionit i kemi të vogla, por për mua do të ishte 180 të paktën rreth 51 orë. Okej. Pra në temperaturë më të ulët, në kohë më të gjatë. Të shkri dhe të ngelet me lëngjet e veta, do me thënë të ruajnë dhe formën, por ama të ngelet me ato lëngjet që ne do ta lëmë deri në orën 10. Ne do ta lëmë deri sa megjithatë besoj që edhe aq do t'i mjaftoj që jo, të është goxha po, faktikisht. Pothuajse e përfunduar, ndaj dhe e përgatitëm të parën për t'i dhënë kohë edhe furrës dhe tavës të gatuhet edhe të piqet, dhe tani unë me zor po pres, kam shumë që veta mësoj ta bëj baklava, kam testuar vetëm një herë me petë të gatshme dhe kam bërë një byrek me sheqer shumë të mirë. Jo, Anila, unë kam testuar, kam përgatitur dhe më ka dhënë rezultat tjerë zakonisht mirë dhe nuk e them as për reklam për petë as për gjë. Nuk as një lloj gjëje, domethënë për punë reklame, sepse duaj që anvisat vërtet unë e them dhe ato do ta bëjnë dhe thon Katerina ç'na the na nxorë domethënë kështu. Provojeni, bëj kështu si do ju them dhe do shikoni që do ngelen shumë të natyra. Mirë, jam shumë vëmendje. Heqim tani të gjitha këto Anila ne ti vendosim. Ja, lëroj unë hap. Si do rish andej? Do rish kakrau andej. Edhe të marrë edhe tavën tjetër, më falni. Këto nuk na duhen, këto nuk na duhen. Okej. Ja, këta janë përbërësit. Peta, gjalp, sheqer, arra. Limoni që do ju duhet për shërbetin, po pres dvikati që ti ke unë, që tri dikush në kuzhinë. Hajde, shohim tani si bëhet baklavaja. Si thua, ta marim atë drasin të kemi mbi drasin në mirë. Drasin e rumbullakët. Atë të madhen. Po e kemi atë? Në aneks. Pas kemi shumë gjëra të fshehura sot. Të duhet, ta marr. Mëse të pastër e kemi dhe tryezën xhanëm, po. Si të duash ti? Tash gëshërit i kemi këtu. Filloj me peta të parat. Nëse e do, më thuaj. Sikur thot, jo, nuk e dua. Jo, me që solle e dua. Po se kështu mi kërkojnë gjërat, pasi pa ose lëre, se po e bëj kështu. Atëre dashur shiko mua. Ta hapim këtë. E kemi të ria? Po, se hap, se duhet e gjitha kjo. Do ta hedhim këtu, të na shkri, që ta kemi. Pak do të hedhur në për këto, sepse kur do pritet, do ta presim, atëre do hedhim komplet gjalpin. Kuptoj, ja vetëm më falni një çik se... Jo, s'ka problem. Ti bë punën tënde, unë do bëj punën time. E hapa, se nuk në lënë, thojnë të kati. Ashtu. Urdhëro. Sa i mirë është këj gjalpi, është gjalpi freskët. Të lutem zemër, na duhet të idhe në tenxhere. Te a tregoje në qiku? A, tregoje. Kështu tregoje, se shiko se sa... Antëherë. Të gjithin? Të tërë? Po të gjithin edhe. Edhe mirë është të kishim edhe pak më tepër. Ashtu, a? Duhet ajo, po qa, baklavaj në kushe, ha gjalpi e ha. Edhe ne e ham. Petët. Pastaj shiko, themi, neve do ham nga pak. Me thënë drejtën, unë nga të gjitha ëmbëlsirat, është situash ëmbëlsira jemi preferuar. Vërtetë? Nuk e di nëse do të kemi, unë di dhe një tjetër recet që është shumë e mirë për të përgatitur baklavan, po ajo do ko, edhe realizimi këtu në studio nuk e di nëse do të jetë i mundur, do me thënë, për ta përgatitur. Se duhen hapur petët vetë, apo s'ka lidhje me petët? Jo, që ta hapësh petët vetë, ajo është e rëndësishme, me niseshte, petër vogla sa një kokërare, ndoshta dhe më pak vogla, po. është e thjesht për të përgatitur faktikisht. Do ta mendojmë nëse do ta kemi mundësin, do me thënë që ta bëjmë këtu në studio, ja të shofim. Tani, unë këtë e vendos kështu, nuk është se këto që do më ngelen, nuk do t'i hedhë brënda, do t'i hedhë edhe ato,
por fillimisht bëj prerjen në këtë mënyrë. Dhe këto pasaj do t'jenë plotësuese. I presim me gëshër apo edhe me thik. Tham që edhe këto do t'i përdorim. Të gjitha petët i burekat? Të gjitha, po të gjitha do na duhen. Aha, okej, më falë se kisha mendjen. Jo, do na duhen të gjitha. Mos ju shqetëson, do me thënë që do të jenë petët jo të drejta, jo ashtu s'ka nevoj. Ky lloj baklava i do petat të cilat jenë të rrudhosura. Mos të jenë komplet, do me thënë. Ja, tani do t'i mbajmë petët këtu. Fillimisht do na duhet të gjalp që të... Kam akoma punë me gjalpi. Mi, s'ka Gjanila. Do ta kishim bërë pak më shpejt. Tu kam edhe pak ara se... Ja, jam... edhe pakës. Për masat, aq sa ju kam thënë, aq do t'i përdoni dhe do t'i hini të gjitha, do me thënë, edhe arat, edhe gjalpin e këto që ta bëni tamam të mirë baklava, ndryshe s'bëhet i mirë. Tati, e kemi në rregull. I griva pak më tepër këto. Ta vendosim për të shkrirë? Po. Se më duhet pak të me thënë që... S'ka gjë, ja, shikon që këmo, marrë këtë që të lyjmë tavën fillimisht. Nga fundi e ke pak të shkrirë, se ka i qënë tigani ngrotë. Ishte kjo vatra e nxehtë këtu. Gjëra, do me thënë, praktike. E janë, le ta hedhim. Po. Ashtu. Edhe kjo s'na duhet më. Atëherë. Tani, fillimisht, fillojmë dhe vendosim 3 petat e para. 3 peta. Pra i kemi dhënë formën, kemi lërë me Unë nuk u hedhë gjalp në ashtu, do me thënë shumë pak i spërkat me gjalp, sepse kur e presim pastaj, e hedhim komplet gjalpin. Edhe lëm gjalpin që të më nxjerrë pak aromë gjalpi. Edhe pse do ta hedhim dhe do piqet në furrë, e lë gjalpin që të më bëhet me pak aromë. Tani, nga kjo anë u rrudhos pak më tepër, veni nga ana tjetër. Ja, këte u rrudhos. Tani, do t'a vëmë rrudhosin tjetë nga ana tjetër. I bëjmë kombinimin, nëse, do me thënë, se këto nga që janë kështu petët për tavë katrore, atje e kemi më kollaj, do me thënë, për ta bërë, prerjen e petave, por edhe këtu nuk ka asë një lloj problemi. Kati? Sa vajtën 3? 3 peta dhe vajti koha e reklamave? Mirë, ja shikojnë qik, ma do t'i themi dhe të bëjmë edhe një tjetër. Okej, do t'i presim? Është momenti që do hedhim, pa tjetër që do t'i presim. Duam që ta tregojmë. Do me thënë më mirë lëmë pjekjen edhe... Shiko tani, arat, një pjesë do t'i bëni, do me thënë që t'jenë më të thërmuara, dhe një pjesë të jenë arat të ndijet. Sepse përveç se ndijet, kjo pjesa e arave, krizat, i mban petët këshu, do me thënë në hava, themi neve, të qëndrojnë të mos në gjisin me njëra tjetërën, dhe unë nuk bëj vetëm një shtres ose 2 shtresa, në çdo 3 peta hedhim ara. Dhe në fund fare lë vetëm 4 peta, shkrim gjalpin, ja hedhim të gjithë brenda dhe do ju tregojmë kur të vim këtu. Okej, shumë mirë. Kur të vim do të vazhdojmë me baklavan ton. Ju mos të largoni sepse kemi ende gjëra interesante për t'i ndarë me ju. Pak publicitet, kthehemi në kuzhinë. Në studio, vazhdojmë të jemi në këtë atmosferën e bukur të festave, sepse ndër të tjera baklavaja që konsiderohet edhe si ëmbëlsira tradicionale e festave të fundvitit, ne po i paraprim atyre ditëve të fundit, megjithëse baklavaja bëhet herët kati, jo? Nuk lihet për ditët e fundit. Ne përpara e bënim shumë shpejt. E pra, shërbetosja bëhet në fund pastaj. Po, është mirë të paktën një 10 ditë që nuk e ke ide se sa... Do më thënë sa më shumë të qëndroj, pa shërbet ama?
Apo me shërbet? Jo, i bëjmë shërbetin edhe i lëm të pak të një 10 ditës. Pse ai varianti që shërbetoset disa herë, dora parë, dora dytë, ashtu duhet bërë. Në këto 10 ditë mund ta shërbetosim, po s'ka nevojë, domethënë një herë e bëjmë dhe herë të dytë, po shikojmë që ka nevojë, e shtojmë, e ngrojmë atë shërbetin edhe e bëjmë. Tani të dashur anvisa, neve vendosëm gjellën, nuk e di nëse juve në fillim fare na pat, por që të bëjmë, të regojmë tamam atë pjesën e baklavas, kemi bërë dhe orizin gati. Dhe është gati. Këtu e kemi fikur, e kemi gati për ta servirur. Do dhe pak akoma që të kryoj ato burza tamam, dhe do ta kemi pastaj gati për ta servirur me recetën që neve përgatitur. Që kemi në furrë me mish, me perime, me kumbulla, me kanel, fantastike, duhet ta provoni. Tani t'i kthehemi pak baklavas. T'i kthehemi baklavas që mos të mbasim vëmendjen këtu. Atëherë të dashur anvisa, për të përgatitur këtë baklava që del speciale, ju a them dhe ju garantoj, veç se duhet të ndihni mënyrën se si neve do ta bëjmë. 1 kilogram peta të rëm petët. Për një tavë mesatareja si puna e kësaj tave. Do të keni arra 650-700 është mirë që të hedhim. Arrat janë ato që japin shijen. E bëjmë dhe e bëjmë që ta shijojmë. Këtu tek arrat, kur i thërmojmë, një pjesë i lëm që të jenë pak që të ndihen dhe një pjesë tjetër i lëm domethënë që të jenë pak më të imta. Të jenë domethënë të trazuara, as të gjitha të plota, as të gjitha domethënë të imta fare si pudër. Këtu hedhim dhe 2 lugë sheqer në momentin që i grim. Nga një lugë, domethënë varet se si i grini juve. Dhe kemi gati arat. Ndërkohë, gjalpin do ta shkrim, e shikoni këtu tani që kam të shkrim, në fund ngelen ato pjesët e asaj. Dua gjalpi të shkrim sa të nxjerr pak aromën. Jo të digjet, po të nxjerr pak aromë. Dhe atëherë e kemi gati edhe gjalpin. Vaj do të hedhim një filxhan, të kafes në momentin e fundit. Kjo hidhet thash që gjalpi të mos ngrin në momentin që qëndron. Humbet ajo era e vajit, por edhe pjek më mirë ato petët, edhe sigurisht që nuk na ngjisin, domethënë nga puna e gjalpit vetëm gjalp. Këto janë për të përgatitur baklavan dhe do të kemi 1 kilogram sheqer dhe 700 ml ujë për të përgatitur këtë sherbetin dhe 1 limon të plot, që e presim në mes dhe vendosim ashtu brenda. Tani, filluam, e kemi lyer këtë tavën me gjalp, kemi vendosur 3 petë dhe kemi hedhur ara. Në çdo 3 petë do të hedhim ara. Unë e pres, domethënë, këtë petët, ja, kështu, në formë, domethënë, sa është tava. E presim, nuk ka problem, domethënë, nëse supre rreth i bukur. Nuk ka asnjë problem. Këto anët do rregullohen me duar, do rrodhosen. Po, këto anët vendosim kështu. Brenda, në mes. Edhe të gjitha pjesët që dalin, gjë nuk shkon dëm nga petët që neve hedhim. E kuptoj. Ja, kështu do t'i marrim të gjitha. Të rrodhosura. Edhe tani doni të spërkasni her pas here me pak gjalp, spërkateni. Doni të ta lëni komplet kështu dhe ti si e bën? Dua mënyrën tënde. Unë faktikisht Anila herë e spërkas nga pak aty këtu kur the. Edhe herë tjetër pastaj e lë dhe ja shton në fund fare të gjithën. Por para se ta vendos në furrë, e lë që të më marri gjalp. Ta thithje, peta. Po. Okej. Shumë mirë. Nuk ka rëndësi, gjalpi do vendoset brenda, i gjithi. Nuk ka rëndësi nëse neve tani e hedhim edhe thash, në çdo 3 peta e spërkatim me pak ara. Kjo është e veçanta që unë bëj për këtë baklava, edhe shty them shkrihet në gojë, sepse ndihmojnë shumë arrat. Nuk më pëlqen ajo pjesa, do me thënë që bëhet me komplet ara. Me një shtres në mes. Me një shtres në mes. Po, sikur po ha, më falë për shprehjen, po shumë e rëndë si zhavor. Nuk, ndërsa kështu i jep shumë lezet petave, shkriferore. Ka tipo variant me stika të pëlqen, apo do të rish tek tradicionalja? E shiko, edhe ai, por jo, mua që është e vërteta, unë thash që unë nuk jam e ëmbëlsirave, nuk është se më pëlqenë shumë. E vetmja gjë që më pëlqenë është baklavaja, dhe baklavan e dua me ara, e dua ashtu tradicionale. Ne nuk kemi pasur ara atëre, nëna ime thërmonte buk, edhe histe edhe buk në vend të ara, për të shtuar, po. Këto mënyrat e dikurshme në fakt. Po, që të bënim në ashtu ishtin, kishim shumë ara, sepse arat janë ato që i japin shije, në munges të arave, i hidhnim, thërmonim buk, edhe ma dje skujte bukën. Që të bëhe kështu si krokante. Krokante dhe skujte me pak sheqer pasaj në fund, si kur e karamelizonte. E kuptaj.
Edhe bashkonte pastaj me arrat. Interesante. E që bënd të varfëria në ato kohë, gjithmonë gjende një zgjidhje. Se ke idin se sa e shishme bëhet më i të Janila. Po, nuk e diskutoj fare. Nuk e arrit do të kur atë dorën e nënës, me thënë drejta. Një kujtoj me nostalgji gjithmonë, edhe pse neve tani erdhëm në moshë të tyre, prindri gjithmonë nuk harrohen, është vetë mja gjë. E sa herë vinë këto festa, ti kujtojmë, se kujtojmë shihet e tyre. Po, mënyrën se si gatuaj. Shika, automatikisht, ka një ndjesi të çuditshme të njeriut që e kthen të fëmiria. Dhe sado që mund të ketë patur ajo kohë, çdo kohë, se jo të gjithë e kanë jeton vajë, edhe sot ka pa diskutim jetë të vështira, varfëri, njerëz që nuk i plotësojnë dot të gjitha kushtet, të gjitha mundësitë, që nuk e kanë frigoriferin plot, që ndoshta edhe këtë baklavan që po bëjmë ne sot, jo të gjithë kanë mundësi ta bëjnë. Por si doj që të jetë, kur kalojnë vitet dhe kthehesh sidomos në momente të tilla festive, se çka një lumturi, domethënë, se çka një nostalgji edhe për atë varfërinë, edhe për ato kushtet që ishin më të mirat e mundshme. Ndoshta është atmosfera e fundvitit që të kthen këtë ndjesi nostalgjike, mallin. Ndaj dhe duhen shijuar festat në mënyrë të veçantë nëse keni fëmijë, që këto kujtimet që ne na shoqërojnë tani kur jemi të rritur, ti kemi dhe t'i ruajmë fort edhe brezi i ri që po rritet sot, që ne mendojmë se po i përkëdhelim çik më shumë se ç'duhet, po i tërbojmë me të mirat, me nuk janë lodrat ato që japin dashuri tek fëmia, është dashuria, domethënë, dhe më thoshte djali nuk dua dashuri dhe nuk dua gjërat materiale. Edhe pse ishte i vogël, ma thoshte domethënë materiale ai quante lodrat e këto. Po. Kështu që unë dua atë, si thua, të pazëvendësueshme. Materiali është një lodër, është një telefon, është një iPad, është një PlayStation, ku di unë që do ta shuaj atë kuriozitetin që javën e parë dhe pastaj ftohet dhe mbaron aty. Ndërsa kjo shpirtërorja emocionale, dashuria që ne themi, s'kemi pasur mundësi që të blenim lodra Anila, por pakot e vitit të ri, baba jon na i bënte gjithmonë, dhe çdo datën një, në vënde ndonjë arë, ndonjë llokume, ndonjë karamele, kujt i vënte kështu portokalle kështu. Dhe më i fati që ishte, 1000 lekësh ishte, në ato lekët tona, që ashtu kush kishte fat. Fiqë, nga këto gjërat, nga këto që kemi pasur, domethënë, edhe i bënte pako, i bënte bileta me numër, se ne ishim dhe shumë fëmijë, ishim 8 fëmijë. Edhe biletat me numër, edhe i bënte babai na i histe kështu. Edhe zgjidhjet nga një numër? Edhe binin ashtu dhe merrnim neve. Që mos kishte edhe hatërmetje, jo, mos kishte hatërmetje. Ishte një lloj shorti. Edhe shikonim pastaj kush ishte, domethënë, si thua, ai që merrte lekët, ishte më me fat. E thënë drejtën s'më kishin rënë ndonjëherë mua. S'të ranë? Jo, s'më kishin rënë. E punë e madhe. S'ka problem. Po që janë kujtime të bukura, i kujtojmë, domethënë, edhe sot këto gjëra janë nostalgjike faktikisht. Ti hedhim dhe pak. Se ne u morëm me bisedë, po ndërkohë ju po e shihni që dhe po gatuajmë, nuk humbët ndonjë moment. Na tregoni pak edhe kohën që të dim të nxjerrim atë tavën nga furra. Ja, do ta nxjerrim se edhe pak duam tani. Okej, kemi 7 minuta kohë, kemi shumë mirë. Jo, thash që mos ngutemi për ta shërbyer, se dhe ajo është një tavë shumë e shijshme. A i shohim pak recetat, se si kemi parë. U humbëm në biseda kujtimesh, edhe harruam që të po gatuajmë këtu, duhet ju themi ndonjëherë se çfarë po gatuajmë. Mish me speca e kemi në furrë dhe kumbulla të thata. 1 kilogram mish i prerë në kubik, 2 qep, 4 spec të kuq, 5 telpinj hudhër, 1 gotë verë, lëngu i 2 kokrave portokall, 2 lugë gjelle mjalt, 1 shkop kanell, 3 lule karafil, 3-4 kokra bahar, 1 lugë gjelle miksersash ose 1 koncentrat pule, vaj, krip piper dhe 2 filxhan çaji oriz ose bollgur që e kemi gatuar më vete. Domethënë është për të shoqëruar pikërisht mishin me speca dhe kumbulla të thata që do ta nxjerrim pas pak nga furra. Jemi duke shtruar baklavan, një baklava e shpejt me petë të gatshme. Përbërësit janë 1 kilogram petë të gatshme, 650 gram gjalp, gjysmë filxhane me vaj, për filxhan çaj, domethënë që e përzijemi gjalpin të 3 turr, 600 gram arra të grira, 2 lugë gjelle sheqer i përzijim tek arrat pra, dhe kjo e bën arrën dhe më të ëmbël dhe më të shishme dhe nuk bashkohen gjysin me njëra tjetrën. Shërbeti 1 kilogram sheqer, 700 ml ujë, lëngu i 1 limoni, ose një gjysmë limoni, si çka ti e bëri për të qenë pak më praktike, presim në mes, e vendosim në tenxhere tek sa zihen shërbeti dhe e kemi gati. Tani jemi duke shtruar edhe petët e fundit për treguar më pas se si do ta bëjmë prerjen, edhe temperaturën e pjekjes, kozjatjen e saj dhe në fund shërbetosjen, që ne kati
Dhe në nesër shërbetin, apo... Të kësaj, po kemi një tjetër, Manila, kam bërë një të vogël. Kemi bërë një baklava të vogël, për para, në të një të regojmë, me thënë mënyrën se si bëhet. Shërbetosja është shumë e rëndësishme dhe pjesa e shërbetosjes. Tani na i thuaj pak, kush e ftohtë e kush e ngrohtë? Të dyja të ngrohta. Të dyja të ngrohta? Të dyja të ngrohta me këtë lloj petë. E ka shumë të nevojshme që t'jetë, ja do t'i themi tani me radhë të gjitha, është kjo e fundit, shtresa e fundit. Okej. Shtresa e fundit. Mënyra se si do t'i hedhim pjesën e mbetur të gjalpit, që dhe kjo besoj është një... Të gjithin gjalpin do t'a hedhim. Edhe kjo është një lloj sekreti më vete. Pra shumë pak gjalp kemi shtuar gjatë petëve, jo rregullisht, jo në çdo shtresë, her pas here ndonjë spërkatje të vogël. Tani 4 petët e fundit. Po. Dhe ndërkohë që ti shtron 4 petët e fundit, unë të nxjerr ndonjë gjë nga furra? Mund ta nxjerrësh, Anila. Të pastaj nxjerrë, që ta kemi këtu. Që të tregojmë edhe mënyrën se si do të shtojmë shërbetin. Kemi bërë një baklava në të njëjtën mënyrë, me të njëjtat peta, me të njëjtat peta, me të njëjtën mënyrë. Gjellën më mirë, Anila, po mund e po. Gjellën sepse baklavan dua që ta nxjerr në moment që të hedhim dhe shërbetin, po. Okej, mirë, gjellën. Ja, vetëm një moment. Faleminderit, më Janila. S'ka pse, Kate. Tani, anash. Se nga anët ajo do hy, do me thënë, në brëndësi nga të gjitha. Ja. Kryesisht hedhim anash. Tani, e hedhim një pjesë, shikoni, hodhëm një pjesë tani të gjalpit. Do t'a lëm të qëndroj, kështu si qështë, ndoshta edhe në frigorifer, ndoshta edhe në shtëpi, në ambient të shtëpisë, do me thënë të paktën që të mpijet, themine, që s'ket mundësi që t'a presim, se tani kështu ajo nuk pritet, do të paktën të mirë është t'a vendosnim dhe në frigorifer do ishte më mirë, po në ambientet të ftota. Prandaj pritet e shmira ajo. Po. Do që të mpijet, të mos të dalin në flet ato, është shumë e rëndësishme, do me thënë pjesa që të mpijet kjo tani, të qëndroj. Pra ngrin gjalpi, ngrin petët, shumë mirë. Edhe pastaj bëhet prerja. Bëhet prerja kështu në mes fillimisht, kryqin këtu, dhe pastaj bëhet ajo prerja që bëhet me ato... Me rombe. Me rombe. Pa. Prerja mund të bëni edhe kështu, në rombet e baklavat në këtë mënyrë. Ka mënyrat të ndryshme, nuk është e thënë. Në këtë. Edhe pasi bëhet prerja, do të shtohet gjalpi tjetër, edhe një filxhan të kafe zvaj të zakonshëm. Aty si për. Të fundit fare, ja hedhim, e vendosim, kemi ndezur furën në temperaturën 150 gradë dhe do të lëni për 1 orë e gjysmë. Në 150 gradë, 1 orë e gjysmë. Dhe do të keni gati, do të heqni nga fura, si do të heqim neve tani, do të tregojmë këtë që kemi. Mund të pastroj pak tu, Anila, që të... Këtë është nxehtë ajo? Do të heqim nga fura dhe do t'i shtojmë shërbetin e nxehtë. Shërbetin do t'a zim, thamë, 1 kilogram sheqer dhe 700 mililitër ujë dhe do të kemi dhe 1 limon të prerë në mes. Unë po t'a afroj shërbetin, qëfar? Jo, të marrë... Dorezën, urdhëro? S'ka gjithë si po e marrë me këtë. Okej. Ja, ku e kemi... Shërbeti ka dhe limonin brënda. Ne kemi bërë një provizor, faktikisht, nuk e kemi... Po, thjesht për të treguar temperaturën në të cilën duhet shërbetosur, për të të janë të dyja të nxehta, se si bëhet, dhe mënyra se do të shtohet. Tani si kemi të nxehtë, ne kemi fikur faktikisht. Po duhen të nxehta. E ka e temperaturën akoma. Ja do të bënte zhurmën tani kjo në moment që hedhin, të jenë të nxehta të dyja. Neve e fikëm mos na merrte DJ më tepër, por juve do të nxjerrni nga fura direkt, edhe do të hedhni edhe shërbetin të ngrohtë, edhe baklavan të ngrohtë. Mos kini frikë se nuk ju qulloset. Nuk pëson asë një gjë, përkundrazi zbutet edhe bëhet shumë e mirë. Okej, tani,
orën 10 e kemi kaluar në 5 minuta deri në këto momente. Kemi 1 minutë kohë Kati, jo më shumë, sepse kemi kaluar. Ta hap këtë? Po. Tani, pak minuta më vonë do të keni në YouTube video në gatimit që do zbulojmë tani. Pra në pjesën e parë kemi gatuar një tavë fantastike, cila nisi në tigan. Okej, kjo pamja këtu është krijuar për të zëvendësuar kapakun. Tani, pak më vonë, pra si që thash, shikojnë në qikë. Shumë e mirë, do hidhet në pjatë, do ta shikoni edhe në pjatë, po unë kam qef ja t'regoj këtu, shikoni të copzat e mishtë se të mire janë bërë, ka kumbulla brënda, perimet janë gatuar, janë zbutur, kanë ruajtur formën, aroma është fantastike, ndjet kanela, kumbulla, bahari, është shumë e mirë. Mund ta shoqëroni me bollgur, me oriz, me patate, me perime të pjekura, me pure patatesh, sipas dëshirës suaj. Zakonisht fëmijët e pëlqejnë shumë me oriz. Është ushqimi preferuar. Pa më thonë që duhet ta mbyll. Ja, vetëm të kthejmë. Një sekondë, Ani, thuaj. Një sekondë, Ani. Sepse është gjë festive. Ashtu. E tha edhe me këto tani s'ka. Okej. E si u shkrin, edhe këto qepët mbajtën atë formën e duhur. Aja. Një aromë, do me thënë shumë e mirë. Shumë e mirë. Për zbukurimin bëjeni vetë ju e si të doni. Se ne s'kemi kohë. S'kemi kohë tani faktikisht, por që ja shikoll që thamë që me lëngjet, to janë lëngjet. I mori dhe lëngjet. Ikim Kati, ikim. Lumshin duart. Ikim, thotë Ani. Po ikim se... Jo, në rregull. Ndryshe do t'i hap ty kufjet. Mirë, në rregull. Paka shumë do me thënë... Të lumshin duart. Si paka shumë, ajo duke që është e shishme... Një gatim festiv që mund t'a vëni do me thënë në tryezën tuaj familjare, del shumë e mirë, shumë e shishme, do merrni të lumshin duart nga gjithë pjesëtarët e familjes. Të lumshin duart Kati. Të tjerë do t'a thonë më vonë kur t'a provojnë. Unë jam e para që t'a them. Hajde dajme në qika zonja dhe zotrin tani dhe takojmë nesër. Faleminderit nga ana ime të dashur Anvisa, ju uroj si gjithmonë një ditë bukur dhe kalofshi sa më mirë. Dhe mos hezitoni të përgatisni në familjet tuaja edhe baklavan, edhe këtë gatimin do me thënë që përgatitëm me mirë, sepse vërtet do t'jenë shumë të mira dhe të shishme. Sidomos baklavan, provojeni kështu si e bëra dhe do t'keni rezultatin më të mirë. Të lumshin duart nesër në orën 9 me Kati në kuzhinë, tani kemi publicitet.